Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. 9:00 rikthehemi në studio dhe siç ju premtuam tani do të flasim për librat. Kemi kënaqësinë e veçantë të kemi sot në studio Gjoina Sala, e cila është redaktore. Mirëmëngjes Gjoina. Mirëmëngjes. Dhe na e ka mbushur tavolinën plot me libra, ato që ka lexuar, sugjerime për ne, por edhe një libër që ka përkthyer vet. Faleminderit shumë që na u bashkove sot në Zgjohu po deshe. Është çik herët, nuk e di, ti je njëri që zgjohesh herët përgjithsisht apo jo? Kryesisht po, duke qenë se edhe punën e nis herët, por njerëzit që lexojnë nuk kanë kohë për të humbur. Gjoina është përkthyese, është redaktore, por ka dhe një nga faqet për mendimin tim në Instagram më të bukura, të kuruara estetikisht dhe jo vetëm, sepse ka rubrika shumë interesante, kështu që ju ftoj që ta ndiqni. Joyless Reader, që nga emri shumë interesant Gjoina. Duket edhe nga librat që kam sjellë që nuk jam as pak një Reader Joy, kështu prandaj edhe emri i Instagramit ka qenë Joyless Reader. Po, shumë gjetje është edhe kjo. E nisi me librin që ti ke përkthyer? Libraria e humbur, po, libri që kam përkthyer është dhe libri i parë në fakt, Libraria e humbur nga autorja irlandeze Evie Woods. Dhe më zhdukur sikur këtë libër e kam shkruar bashkë me autoren, duke qenë se kam gjetur veten shumë të personazhet. Personazhet aty studiojnë letërsi, shesin libra, flasin për libra, për autor dhe pas ka qenë adapt për ty domethënë. Si në kontakt me këtë autore? E kishe lexuar më përpara? Jo, në fakt nuk kisha lexuar asgjë nga kjo autore. Ishte libri i saj i parë që vinte në shqip. Dhe më ka pëlqyer shumë gjetja që ajo ka bërë, metafora e librarisë së humbur, që në fakt nuk dua ta zbuloj sepse përveç kësaj dashamirësisë madhe që personazhet kanë për librat, ka gjithashtu një linjë romance, misteri që bën mirë mos t'i zbulojmë gjitha për ata që nuk e kanë lexuar. Po, është një libër voluminoz. Sa kohë të është dashur ty për ta përkthyer? Sa merr një përkthim? Duke qenë se me këtë libër unë jam marr pas punës sime që është redaksia. Më ka marrë diku tek 3-4 muaj duke punuar rregullisht çdo ditë pas pune, gati 4-5 orë pas punës sime. 4-5 orë çdo ditë. Goxha punë. Për ata që përkthimin e bëjnë duke u munduar të mos u mbasin ndjesisë që autori ka dashur të përçojë, sepse për fat keq kemi edhe përkthime shablon. Pra marrin fjalën, bëjnë direkt përkthimin pa dhënë atë mesazhin apo ndjesinë që do t'i jap autori. Para pak ditësh në fakt më ka shkruar një mikeshe imja që ishte duke lexuar një libër edhe më tha si mendon, tha, është sjell kjo fjalia në rregull në shqip dhe ishte një fjali që thoshte kjo lepurushe ishte 3 këmbë lart. Dhe tha për dikë që nuk e di leksikun, sintaksën e Amerikës, nuk e ka të qartë fjalin dhe në fakt është e vërtet sepse fit ose fut që ata përdorin si një simatse në këtë rast duhet të konvertuar në shqip me centimetra apo me metra, siç është edhe miles me kilometra që ne kemi në shqip. Pra, këto kalkimet që janë shqipërime në thonjza fjalë për fjalë, vinë shumë të thata në raste të tilla dhe prandaj janë edhe pak shablon, pra, nuk duhet vetëm të dinë gjuhën, po duhet të bëjnë edhe pak kërkime aty. Duhet ta kesh studiuar edhe ta zotrosh shumë mirë edhe gjuhën shqipe në momentin që merr përsipër të përkthesh një libër që mund ta njohësh shumë mirë gjuhën e huaj, por nëse nuk njeh mirë gjuhën shqipe, leksikun, qoftë frazeologjin, sintaksën, gramatikën, atëherë edhe përkthimi nuk vjen. Dhe mesazhi nuk shkon tek lexuesi. Në rastin e këtij libri që ti ke përkthyer vet, Libraria e humbur, cili është mesazhi kryesor? Çfarë do të veçojë? Do ta saktësoja me një shprehje latine, in libris veritas, pra në libra besojmë, te librat janë gjithçka. Duke qenë se nis me libra, përfundon me libra dhe ata personazhet e gjejnë gjuhën e tyre vetëm nëpërmjet librave. Pra është një libër për libra dhe për lexuesit. Domethënë është një libër për të gjithë ata që dashurojnë letërsinë, edhe letërsinë e mirë dhe cilësore, sigurisht duhet ta themi këtë gjë. Libraria e humbur nga Evie Woods. Me përkthimin e Gjoinës, por kalojmë në librat e tjerë. Kemi shumë libra këtu, Gjoina. Okej. Shumë e famshëm. E mora sepse hajde të nisni me kaq momentalisht në Shqipëri ky mund të jetë libri më i shitur edhe George Orwell 1984. Më i lexuari nuk e besoj, mund të jetë jo, nuk e besoj që është një libër më të lexuar. Ose ne vdesim për reality show, kështu që ndoshta romancat, ata librat që janë më të shiturit, jo domosdoshmërisht janë ata librat që kanë një peshë të madhe në letërsi. Ky libër ndoshta mund të jetë libri më i përkthyer në gjuhën shqipe, ky duhet të jetë diku përkthimi i 8. E kanë përkthyer shumë shpjegatuese. Ky është botimi i ri? Po. Ka dalë pak para muajsh në panajirin e librit. Pse rikthehet? Rikthehet ndoshta sepse qëndron shumë aktual, edhe pse është shkruar në një kohë tjetër, edhe pse prapë është shkruar për një jetë e cila nuk ekzistonte në ato kohë, pra një libër distopik.
Dhe gjithashtu është dhe fenomeni Big Brother që ne hasemi çdo vit, dhe prandaj them që ndoshta nuk e kuptojmë sepse ne ndoshta mund të kemi shumë shikues të emisionit famshëm Big Brother, por jo të gjithë e dinë atë kuptimin. Që Zana Fillën e ka nga ky libër. Pikërisht. Vllai i madh është është një shoqëri e cila e survejohet gjatë kohës nga kamera, dhe vllai i madh është pikërisht ai që ty nuk të lejon të bësh një jetë të lirë. Dhe nga ka marrë Zana Fillën edhe programi famshëm Big Brother. Gjoj, po tani qëndrojmë pak tek përkthimi i librave nga disa përkthyes, po themi. Pse është një trend gjithmonë në rritje, sepse unë po shikoj edhe tek Panairi i kaluar kam parë vepra të cilat janë përkthyer nga disa përkthyes. Përse po ndodh kjo gjëja? Për çfarë ka një arsye? Si fillim, mendoj që shtëpitë votuese nisen nga përkthimet që kanë qenë më përpara. Disa ndoshta nuk i mendojnë dinjitoze, dhe sjellin një përkthim të ri më të freskët, ndërsa me disa botime, duke qenë se jo të gjitha botimet janë përkthimet këqija, mund të flasim, disa përpiqen të sjellin një botim të ri që shtëpia e tyre votuese ta zotërojë. Pra siç ka ndodhur edhe me këtë libër. Unë i kam parë përkthimet e tjera në fakt, dhe për këtë libër nuk mund të them që ka një përkthim të mirë dhe një përkthim jo të mirë, ose ndoshta ky është më i mirë se tjetri. Ka disa variante. Po, mendoj që me këtë përkthyesit kanë pasur më shumë në kryeqendër atë si mund ta them kreativitetin e tyre. Duke qenë se aty përdoret një gjuhë që është krijuar nga Orwelli, që është gjuha newspeaking. Ata janë përpjekur secili në shqip ta sjell newspeaking, duke qenë se nuk është një fjalë që ekziston, ta sjellin në forma të ndryshme. Po, dhe mendoj që secili përkthyes ka bërë disa neologjizma shumë të bukura për newspeaking, dikush mund ta ketë sjell dy gjuhë, dikush e ka sjell refolme, pra secili ka pasur atë kreativitetin e vet. Ti pse na e solli si sugjerim se duhet lexuar 1984 nga George Orwell? Sepse është një libër aktual i cili nuk i humbet kur vlera dhe na mëson shumë për pushtetin, ato çfarë luhet pas kamerave, dhe në të njëjtën kohë, pavarësisht se ne sot jetojmë në një shoqëri demokratike, prap disa gjëra vazhdojnë ende të jenë sot e kësaj dite, edhe pse janë. Kalojmë të dy klasik, në fakt, Etër dhe Bi. Të mos kenë kaq shumë përkthime, se bëhet pak konfuze për lexuesin pasaj se këtë zgjedh. Etër dhe Bi, Turgenev dhe sigurisht Tolstoj, Lufta dhe Paqja. Që Gjoj me të drejtë ta e kam sjell në versionin anglisht, sepse tek ne ekzistojnë ato vëllimet e mëdha që janë të ndara në çuditshme, në fakt që nuk e kemi në një vëllim të vetëm edhe ne Luftën dhe Paqen. Shpresoj që një shtëpi votuese në fakt ta sjell një botim të vetëm, sepse edhe për lexuesit është shumë më komode ta ketë gjithë veprën të ndarë në një, sepse këto librat që kryesisht janë të ndarë me vëllime, ndodh shpesh që kur lexuesi ka bler dy vëllimet e para dhe kur i vjen radha për të bler të tretin, i treti nuk ka më botim. Ose s'ka lek ky lexuesi për shkakun. Edhe kjo ndodh, ose ndodh që nuk ka më i katërti, pastaj ka i pari gjithmonë ka çedime të tilla. Kurse kur është një vepër e plotë është edhe më estetike edhe po ja mund ta përkthejë ti, mund ta marrësh ti këtë nismë. Ne. Po. Pse jo? Përse duhen lexuar klasikët? Janë të pavdekshëm gjithmonë. Flasim për Tolstoj, flasim për Turgenev, flasim edhe për Martin Eden, Jack London, që do flasim pak më vonë, po veçanërisht dy kolos të letërsisë. Në fakt i kam shumë për zemër dhe nuk para jam shumë i thare atyre fjalive që janë disa libra që duhet i lexojnë të gjithë të paktën një herë në jetë, por me këta libra unë bëj përjashtim, me Etër dhe Bi dhe me Lufta dhe Paqja. Duke qenë se janë shkruar para 2-3 shekuj më parë, sërish vazhdojnë të jenë aktual në ditët e sotme, trajtojnë disa marrëdhënie ose trajtojnë disa situata që vazhdojnë gjithmonë të jenë komplekse nga shekulli në shekull, siç është Lufta dhe Paqja në librin e Tolstojit, dhe gjithashtu marrëdhënia më e bukur dhe gjithashtu më komplekse midis baballarëve dhe fëmijëve të tyre. Nuk duam ta dëgjojmë këtë fjalën luftë. Sidomos se po na bëhet refren këto ditë. Në fakt, unë kur e kam lexuar atë libër, Lufta dhe Paqja, ka qenë para disa vitesh. Atëherë e kam lexuar aso kohë me detyrim, mund thuash, sepse e kam pasur në vitet e mia universitare. Por i jam rikthyer edhe më vonë, pikërisht për faktin që kur lexon një libër të tillë, njeriu bëhet më empatik, sidomos në situata të tilla, siç kanë përjetuar personazhet e 4 familjeve të Lufta dhe Paqja, por të vendos me shpatulla për muri për disa situata që njeriu nuk është kur i përgatitur, siç është lufta, dhe se sa sot as për Paqja nuk jemi të përgatitur. Jetojmë në shumë vështirë, ka
një krizë në mënyrën Por e na të ndihmon menduarit dhe të besoj shumë për vepruarit. empatinë që njerëzit duhet të tregojnë ndaj njëri tjetrit. Është mesazhi më i madh. Martin Eden, Jack London. Në fakt, për mendimin tim, një nga librat që duhet ta lexojë çdo adoleshent i sotëm, patjetër, është një vepër e jashtëzakonshme. E kam lexuar para shumë vitesh në fakt, edhe disi e kam të mjegull, pa ama historinë e atij djalit që përpiqet të bëhej shkrimtar, nuk e harroj dot aq shkollaj. Përse duhet lexuar vazhdimisht Martin Eden, Gjoina? Martin Eden është për gjithë ata njerëzit të cilët jeta nuk i ka përkëdhelur, pra kanë kaluar një jetë të vështirë, të varfër, ndonjëherë në formë edhe autodidakte, duke i mësuar vetes çdo gjë që shoqëria apo klasa shoqërore nuk ja lejon, dhe për ata njerëz që ngjisin vetë malin e jetës së tyre. Unë këtë libër e kam lexuar para pak muajsh dhe gjatë gjithë kohës ndihesha shumë keq se si nuk më kishte rënë në rasti ta lexoja më përpara. Dhe fajsoja veten se unë zakonisht edhe për ata libra që nuk i kam lexuar gjithmonë e kam një informacion shumë të shkurtër, paktën edhe në atë kopertinën e pasme çfarë thuhet për librat, kurse për këtë nuk isha bërë kurrë kurreshtare, qoftë edhe ti lexoja kopertinën e pasme, dhe më vinte shumë keq. Ndoshta se këta librat që kanë titullin emrin e personazhit nuk para janë shumë grishës për lexuesit. Bingo! E di pse reaguan Gjoina, sepse çdo të martë ne këtu në Zgjo po desha kemi një rubrikë që ja kushtojmë fjalës shqipe. Domethënë shqipe, siç duhet ta flasim. Ne dim çfarë do të thotë grishje. Dhe një nga këto fjalë që pedagog Franz Shabej ja u mëson vajzave studente këtu është grishës, fjala grishi domethënë, që të fton edhe të tërheq për ta lexuar dhe prandaj vajzat reaguan se përveç meje je ti e dyta që po e përdor këtë fjalë. Janë fjalë që i gjen vetëm nëpër libra. Pikërisht. E folur. Dhe këto fjalë vijnë kur lexon shumë libra dhe pasuron fjalorin. Po, është e vërtet. Okej, Martin. Po sa mirë që je mes njerëzve që të kuptojnë. Tani, Martin. Dy fjalë për këtë libër për ta mbyllur dhe kalojmë te sugjerimet e tjera. Besoj siç e tha dhe Franci që duhet ta lexojë çdo adoleshent për të përballur pak me ato sfidat që të vendos jeta, sidomos jeta kur ti përpiqesh të arrish diçka që shoqëria nuk ta lejon. Dhe gjithashtu edhe për njerëzit që luftojnë ndonjëherë gjatë gjithë jetës për të arritur një qëllim të caktuar, për të arritur një lumturi, por fundja nuk besojmë se ka lumturi të përhershme, ka vetëm pika të vogla lumturie, sepse edhe në momentin kur këto gjëra ndodhin, siç i ndodhin dhe Martin Edenit, pra kur i arrin ato qëllime që ka luftuar gjatë gjithë kohës për t'i arritur, nuk i do më. Thurrila lumturie. Okej, tani do kalojmë mund të flasim për këta dy libra? I lëm për në fund autorët shqiptar, jo për nga rëndësia që të japim hapësirë. Por tani qëndrojmë tek Muzeu i Pafajësisë, meqense është bërë trend dhe kështu nëpër. Më vjen shumë keq që është bërë trend këto kohë të fundit, e kam merituar vëmendjen edhe më përpara. Shumë më përpara, ka qenë libri që mua më lidhi pasgjithshmërisht me letërsinë e Orhan Pamukut, ka qenë i pari që kam lexuar nga letërsia e tij. Muzeu i Pafajësisë, një kryevepër e Orhan Pamuk, por dhe letërsisë botërore. Shikoni anën pozitive. Tashmë është bërë trend, do ketë më shumë lexues. Mendoj mund të mos ishte bërë trend, do vazhdonte në është bërë trend nga seriali. Po, nga seriali, patjetër. Shumë shikues të serialit se sa lexues. Besoj do bëhen kurioz që të bëjnë krahasje. Ke parë serialin? E kam nisur këtë ditë, nuk e kam përfunduar. Po të tërheq është grishës mjaftueshëm? Besoj se në ato puntat episodet e para është interesant, por prap i thtarët e librit mezi presin që ta mbyllin atë dhe të thonë libri është më i bukur. Po, unë se shikoj, unë s'kam për ta parë, me të drejtën. Është ky raporti gjithmonë i librit me kineman. Kinemaja mund të jetë fantastike me të gjitha elementet e vet, por nuk e zvendçon dot për mendimin tim asnjëherë kënaqësinë e shumë fisht dhe multidimensionale që ti e libri. Si duhet lexuar libri Muzeu i Pafajësisë, Joy? Mendoj që përpos ngjarjes, që është gjetje shumë interesante nga Orhan Pamuku, për t'u njohur me stilin e tij. Si Orhan Pamuku dhe Donat Arti, unë i kam sjell pikërisht për stilin e tyre të veçantë. Ngjarja në vetvete, domethënë konsiderohet si romans, ajo midis Kemalit edhe Fusunit, por nëse e studiojmë më holl, mund të arrijmë në përfundimin që ndonjëherë është edhe obsesive. Është dashuria midis atyre të dyve, ose më saktë midis Kemalit dhe Kemalit për Fusunit në fakt. Domethënë një dashuri e tillë, nëse e dëgjojmë në përditshmëri, sigurisht na duhet një fiksim, sepse si ka mundësi që dikush ta dashurojë dikë kaq shumë,
dhe pse nuk merr gjithmonë atë 100% që nga pala tjetër, dhe të mbledh çdo gjë që prek dora e dikujt tjetër. Pra duket shumë ndërimtare kur e dëgjon. 4129 bishtra cigaresh i ka mbledhur ai që kishte pirë ajo vajza sepse e donte gjithmonë pranë vetes. Dhe në çdo fakt kripore, çdo mjet që ajo ka prekur në shtëpinë e saj, ai e vidhte dhe krijonte një muze të vogël që në fakt ekziston sot në Stamboll dhe duhet të kesh lexuar librin dhe ta kesh me vete biletën në fund. Kur hyn atje. Nga Turqia vim prap në Adven në Shqipëri. Kemi 2 botime, 2 autorë shqiptar, Antonio Cikolari me librin 5 vdekje dhe Liza Brozi me Vdekja e kukullës. Të dyja kanë një të përbashkët, fjalën vdekje, por në rastin e 5 vdekjeve besoj që nuk ka të bëjë drejt për drejt me fatalitetin. Ka të bëjë dhe me fatalitetin sepse përmenden gjatë gjithë kohës disa vdekje, qoftë shpirtërore, qoftë fizike, që të dy librat në fakt janë me tregime, si libri i Lizës edhe i Antonios, dhe elementi i përbashkët është pikërisht gotizmi, vdekja, këto anët e errta që trajton shpesh letërsia. Të dy autorët janë fitues të fondit të ri të krijimtarisë nga Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit. Unë i kam miq të mirë që të dy në fakt dhe më kanë bërë për vete me tregimet e tyre. I kam lexuar tregimet e Antonios, i kam lexuar para se të botoheshin dhe për dikë që e nis rrugën e tij në letërsi me tregime të tilla, që nëse i lexon duke mos e ditur që autori është shqiptar, të japi një frymë evropiane. Pra nuk e beson deri diku që janë të shkruar nga autor shqiptar. A parajgjikohen autorët shqiptar, Joy? Në mos parajgjikohen, lihen shumë në heshtje. Lexuesit edhe nëse mund të marrin për të lexuar një autor shqiptar, gjithmonë e shohin me atë syrin skeptik që ky është dikush që mund ta pi kafe në të njëjtin vend me mua. Dhe këtu sigurisht hyn edhe ajo linja e paragjykimit. Përse zgjedhin autorët shqiptar të rinj, flasin për Lizën dhe për Antonion, përgjithsisht të bëjnë këtë lloj kanalizimi të letërsisë së tyre në këtë anën e errët, gotike të saj, mos ndoshta edhe pasqyrimi me realitetin është fryma ku jetojmë. Është shumë i afërt, shumë i prekshëm. Besoj se ndikon edhe kjo gjë, plus disa nga gjërat që trajtohen shpesh në letërsi janë vdekja, dashuria dhe jeta. Qartë. Pra, temat universale kudo që të vërtitemi tek një nga këto do përqendrohemi, kështu që besoj edhe ata kanë gjetur të linjën më të errët të këtij trekëndçi që unë përmenda, kanë gjetur vdekjen. Dhe personazhet e tyre rrallë gjejnë shpëtim, pra nuk mund të themi që kanë të gjithë një fund të trisht sepse as fillimi nuk e kanë të mbar. Kështu që janë në një kalvar emocional shumë të bukur për këtë lloj letërsie, pra jo të bukur për tepër që edhe drama tërheq më shumë, edhe ndoshta mund të shtojë edhe kuriozitetin e lexuesit. Por në fakt kanë guxuar shumë duke hyrë në krijimtari me tregime, sepse edhe tregimi është një zhanër që nuk para preferohet nga lexuesi. Është i vështirë për mua. Është i vështirë dhe për të krijuar dhe gjithashtu është i vështirë edhe për të kapur nga turma dhe nga lexuesit. Lexuesit kryesisht preferojnë romane dhe poezinë e lënë shpesh në hije. Por tregimi mund të them që është një nga ato më të vështirët që është dhe më pak i vlerësuar. Gjejna, të falenderojmë shumë. Shumë faleminderit për të gjitha sugjerimet. Dhe na e mbushë studion me Titu që ja vlen dhe duhen lexuar patjetër. Ditë mbar sot. Do kishin çik pesh për të ngritur. Dhe gjithmonë mësuar besoj. Është shumë bukur të duket tavolina kështu. Gjojina Sala, redaktore dhe përkthyese, ndau këtë rubrik me ne, si çdo të njëjtë, ne shkëputim me muzikë dhe rikthehemi për ta mbyllur. Avash. Kemi dhe pak. Se si iku kështu. Mirëmëngjes.